Posta në Vlorë pritet të zgjerojë praninë e saj me hapjen e një filiali të ri në një nga pikat më të rëndësishme infrastrukturore të jugut të vendit, në tunelin e Llogoras. Ky investim synon jo vetëm të lehtësojë shërbimet financiare për operatorët dhe institucionet që lidhen me funksionimin e tunelit, por edhe të sjellë më pranë qytetarëve dhe turistëve një sër shërbimesh të nevojshme në një nyje strategjike të qarkullimit. Sipas burimeve, ky filial do të shërbejë si një pikë funksionale për përpunimin e pagesave që koncesionari i tunelit do të kryejë në sistemin bankar, duke garantuar një proces më të shpejtë dhe më efikas të transaksioneve financiare. Në të njëjtën kohë, prania e postës në këtë zonë do të krijojë mundësi të reja për ofrimin e shërbimeve për përdoruesit e tunelit, të cilët çdo ditë janë të shumtë, sidomos gjatë sezonit turistik. Posta shqiptare pritet të hapë një filial së shpejti edhe pranë tunelit të Llogoras. Do të shërbejë më shumë si një postë bank, por edhe si një institucion që do të japë shërbime ndaj qytetarëve apo edhe turistëve vendase të huaj që do të kalojnë në këtë tunel. Ende janë duke u diskutuar detajet e fundit të kësaj zyre postare dhe funksionimit të saj, por gjasat janë që ajo të hapë dyert me hapjen e tunelit të Llogoras me pagesë, pasi për momentin tuneli vijon të kalohet pa pagesë nga të gjithë udhëtarët. Përveç funksionit financiar, filiali pritet të ofrojë edhe shërbime të tjera praktike për qytetarët dhe vizitorët, duke përfshirë dërgesa postare, informacione orientuese, si dhe mundësi për blerjen e produkteve promovuese. Një ndër elementët më interesant të këtij projekti është edhe ofrimi i kartolinave turistike, të cilat do të promovojnë bukurinë natyrore dhe trashëgimin kulturor të Vlorës dhe të gjithë Shqipërisë. Kjo nismë shihet si një mënyrë e thjeshtë, por efektive për të rritur ndërgjegjësimin dhe interesin e vizitorëve për destinacionet shqiptare. Tuneli Llogoras si një vepër e rëndësishme infrastrukturore që lidh më shpejt Bregdetin jugor me pjesën tjetër të vendit, ka sjellë një rritje të ndjeshme të fluksit të lëvizjes. Në këtë kontekst, vendosja e një filiali postar në këtë pikë strategjike konsiderohet një hap i menduar mirë për të përgjigjur nevojave në rritje të përdoruesve të kësaj rruge. Hapja e këtij filiali pritet të konkretizohet në vijim, ndërsa detajet përfundimtare mbi funksionimin dhe shërbimet që do të ofrohen do të bëhen publike në një fazë të mëvonshme. Në çdo rast, kjo iniciativë përfaqëson një hap tjetër drejt modernizimit të shërbimeve dhe parafrimit të tyre me standardet bashkëkohore, duke vendosur qytetarin dhe turistin në qendër të vëmendjes.